Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të ndarë me ju një histori shumë të dhimbshme. Një histori që në fakt mua më ka prekur pafund. Sakrifica e një nënës, e cila nuk ka patur fëmijë për vite me radhë, kanë vendosur që së bashku me bashkëshortin e saj të marrë një fëmijë nga jetimorja, të arrisin dhe të kujdesen për të, por fatkeqësisht si ua ka kthyer ky fëmijë. Nën Hyria kishte kaluar një jetë plot durime dhe përullësi. Në sytë të gjithëve, ajo ishte një grua fisnike, me shpirt të butë dhe me zemër më të madhe se vetë jeta. Kishte plot 11 vite që ajo dhe bashkëshorti i saj Ademi prisnin me shpresë një mrekulli që nuk po vinte. Çdo muaj, çdo lutje, çdo shpresë u shua ngadalë, derisa shpirti i saj u lodh kritësisht nga pritja. Në një ditë të ftohtë të dhjetori, pas një bisede të gjatë dhe lotësh të pashterur, nën Hyria dhe Ademi morën një vendim që u ndryshoi kritësisht jetën. Do të bjërsonin një fëmijë nga jetimorja, jo për të mbushur një boshllëk, por për të shuar një mungesë, por dhe për të dhuruar dashurinë që u ambyste shpirtin pa pasur kujt ja jepnin atë dashuri. Në jetimore sytë e saj u ndalën menjëherë tek një djalë i vogël, vetëm 3 vjeç, me flokë të zinj si nata, sy të mëdhenj plot frikë edhe ankth, por dhe një dritë shprese që vezullonte fshehurazi. Ky është biri im, përshpëriti Hyria, ndërsa i mbajti në duar të voglat doreza që dridheshin. E morën në shtëpi, i ia dhanë gjithë dashurinë e botës. E pagësuan me emrin Arlind, një emër që për ta simbolizonte një fillim të ri, një dritë në errësirën e gjatë të pritjes. Shtëpia e tyre mori frym tjetër, çdo hap i parë, çdo fjalë e parë, çdo natë e fjetur mes përqafimeve dhe përrallave që Hyria ja tregonte me zë të ngrohtë, ndërtoheshin si gur të shenjtë në themelet e dashurisë së tyre. Kaluan vitet, Arlindi u bë një djalë i bukur, i zgjuar dhe çdo sukses i tij ishte një medalje krenarie për Hyrien dhe Ademin. Shkolla, sportet edhe miqtë, gjithçka që bënte, ishte sikur u ambushte zemrën me jetë. Çdo buzëqeshje e tij ishte shpërblim i gjithë atyre netëve pa gjumë të viteve të shkuara. Por ndërsa afrohej mosha e rritjes, gjithçka nisi të ndryshonte ngadalë. Në heshtje, Arlindi filloi të kërkonte rënjët e tij të vërteta. Një ditë kur mbushi 18 vjeç, ai u takua me nënën biologjike. Ishte një takim që Hyria e kishte frikësuar gjithmonë, por kur nuk e kishte ndaluar. Ajo besonte se dashuria e saj do të ishte gjithmonë e më e fortë. Një mëngjes pa shumë fjalë, Arlindi tha: "Kam vendosur të jetoj me familjen që më solli në jetë." Sikur gjithë bota u shëm mbi Hyrien. Fjalët i mbetën në grik, duart ju drodhën, shpirti ju capëtua, si një fletë e hollë që e shkunte era e fortë. Ajo vetëm e përqafoi fort, aq fort, sa desh ja ndali frymën, sikur mos ta linte të largohej. Por ai iku. Me një çantë në shpinë dhe me një shikim të mjegullt nga ndjenja e fajit, ai shkoi drejt një jete tjetër. Duke e lënë pas një nënë të përkulur mbi pragun e derës. Qatë ditë, Hyria nuk e njihte më heshtjen si më parë. Ishte një heshtje e rëndë që i thyente brinjë dhe ja përvlonte shpirtin.
Çdo ditë zgjohej dhe shkonte te dritarja duke shpresuar të shihte një hije që afrohej. Çdo natë linte derën pa kapur, sikur biri i saj të kthehej, të fujtej heshturazi dhe t'i binte në përqafim. Por ai nuk u kthye më kur. Lotët e saj nuk njohën pushim. As koha nuk arriti t'i shëronte plagët. Në darka të gjata, hyria fliste me fotografitë e Arlindit, me lodrat e tij të vjetra me kujtime që nuk vjetërsoheshin kur. Bir, unë të linda në zemër dhe jo në bark. Të rita me shpirtin tim, të rita me çdo frymëmarrje të jetësime. Si mund të më harosh? Përshpëriste në mes të natës kur edhe muret dukeshin si kur qanë bashkë me të. Edhe sot hyria jeton mes mureve që mbajnë erën e fëmijërisë së një djali që nuk është më aty. Një nën pa bir, një dashuri pa përgjigje, një dhimbje pa fund. Sepse kur një nën humbet fëmijën që ka rritur me gjithë shpirt, ajo nuk e humbet thjesht një pjesë të jetës së saj, ajo humbet vetë jetën. Ky ishte një rrëfim i nënës Hyri, një grua e nderuar me të cilën pata fatin të bisedoj dhe personalisht. Ajo nuk ka patur fëmijë 11 vite me radhë, me patjetër që kanë bërë të gjitha kontrollat dhe mjekët ju kanë dhënë përgjigjen që ky është fati juaj. Dhe nëna Hyri, së bashku me bashkëshortin e saj, kanë vendosur të adoptojnë një fëmijë nga jetimorja. Këtë fëmijë që e kanë pagzuar, e kanë quajtur me emrin Arlind. Arlindi ka ardhur si një dhuratë në jetën e tyre, çdo sakrificë, çdo mund, kanë punuar me orë të tëra, vetëm t'i sigurojnë Arlindit një të ardhme më të mirë, por si u aktheu Arlindi këtë gjë? Arlindi këtë gjë u aktheu duke i lënë këto dy prindër të mjerë, edhe duke u kthyer tek familja biologjike. Ka shumë raste të këtilla. Shumë njerëz që në fakt janë mirënjohës pafund të asaj që familjarët e tyre bëjnë për to. Dhe unë mendoj që nën nuk është vetëm ajo që të lind, por nën është ajo që të rrit. Nën është ajo që kujdeset për ty. Nën është ajo që ty të lan, të pastron kur ti je shumë i vogël. Nën është ajo që ti të rrit, të bën dritë për këtë univers, të bën jetë për këtë botë. Është nëna ajo. Nën nuk është vetëm nëna biologjike. Dhe turpi më i madh ndaj këtyre fëmijëve të cilët hudhin në tokë çdo gjë, ndaj atyre personave që nuk i kanë lënë të mirë në jetimore, por i kanë marrë, i kanë ngrit në jetë dhe ju kanë dhënë dashurinë, është mëkati më i madh të lësh këtë nën të vetme të qaje mjerë, sepse ti dole mos mirënjohës. Gjëja më e pa dëshiruar në krijuesin e universit ton, në Zotin ton, është mos mirënjohja, është urrëtia, është mlefi. Dhe për këtë arsye, unë çoj këtë mesazhin, se lumë ato që bëjnë vepra të bukura dhe lumë ato që respektojnë këto prindër, sepse këto prindër, të cilët e marrin dëshirën më të madhe të vetë quhen prindër, sepse këto e quajnë rëndësinë e fëmijës 2 herë më shumë se sa një nën biologjike, nga që vetëm këto nëna e dinë se sa është e vështirë dhe sa është ndjesi për të patur një fëmijë, nuk duhet të vuajnë asnjëherë në jetën e tyre, dhe sidomos për këto fenomene.